Rajse fshehur, Liverpool-Eko, lumi i Shalës, mes Alpeve shqiptare, ku natyra shfaqet në formën e saj më magjike. Një tjetër artikull që i kushtohet të bukurive të natyrës shqiptare. Rama deklaron se kalimi në turizmin e resorteve me 5 yje domosdoshmëri ekonomike dhe gjeostrategjike. Firmoset marrëveshja, nga muaji korrik vetëm një ndalesë në kufi me Maqedoninë e Veriut. Ecim edhe pak në rubrikën nga vendi. Muzeu i Lundrimit në Shkodër, destinacion i ri kulturor e turistik. Video: Rama ndan pamjet, pushues të shumt zgjedhin plazhet në Durrës. Si gjithmonë, qyteti bregdetar i Durrësit është dhe mbetet një ndër zonat më të populluara për sa i përket pritjes së turistëve. Në sezonin e verës, AZBR mbështeti deri në 500.000 lekë për mekanizimin e fermerëve bujqësor dhe blegtoral. Baktia në vitin 2026 mes kaosit të çmimeve dhe alarmit për sigurinë. Bregdeti ndjes. Ecim edhe pak, po në rubrikën Tola, turizmi dhe Ikran kërkon infrastrukturë dhe zhvillim të qëndrueshëm, jo vetëm resorte luksoze. Është ky një këndvështrim tjetër që na vjen nga eksperti i ekonomisë. Edhe ja ku ndalemi tek rubrika nga sporti. As Messi dhe as Ronaldo, Iona Çufe zbulon futbollistin e saj të preferuar. Është organizatori perfekt, thot. Hajde ta gjejmë tani se kush është, por lexojeni në brendësi të këtij artikulli, gjithmonë nëse keni interes. Skema e botrorit favorizon Argjentinën. Shtrepi deklaron vetëm në gjysmëfinale mund të përballet me Brazilin. Unë emocion nuk kam, Çelmeta e thot me bindje, botrorin e fiton gjejeni në brendësi të artikullit se kush e fiton. Surprizat e botrorit, Kristian Çelmeta, pra vjen një tjetër artikull po për të. Ekipet e vogla afrikane janë në formë, ja kush mund të bëj dëm. Infantino pushton botrorin me avion privat 66 orë në ajër gjatë fazës së grupeve. Flet fenomeni Ronaldo. Brazili e ka humbur statusin e favoritit të padiskutueshëm, por mbetet një prej fuqive të mëdha të futbollit. Franca dhe mesazhi i trajnerit Didier pas dhimbjes. Faleminderit për çfarë keni bërë, por kemi një objektiv për të arritur, deklaron ai. Sunderland ngre murin, refuzon ofertën prej 8 milion pound për Granit Xhakën, e konsideron të pashitshëm. Bukur. Lojtari shqiptar. Ylli i Francës i thot po Manchester Cityt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani vjen pjesa më e vështirë. Këto ishin edhe artikujt kryesor në rubrikën nga sporti. Shpejt e shpejt shohim se çfarë ka në brendësi të rubrikës kultur. Të paktën lexojmë disa prej artikujve të parë.
Sanremo flet shqip, në një sken të huaj në dritat e Sanremos nuk u dëgjua thjesht muzikë, u dëgjua zemra e Shqipërisë që rrihte fort. Generali amerikan që u mahnit nga Shqipëria, natyra dhe arti kanë krijuar një kopsht të begat. Një talent i ri në letërsi, Aila Hoxha, autoria e vogël që realizoi librin e parë Rruga drejt një jete të re. Mos e humbisni. Mund të klikoni në brendësitë të webit të Ora News për të mësuar pra më tepër informacione, jo vetëm nga vendi, por po ashtu edhe në rubrika të ndryshme nga rajoni, bota e të tjera zhvillime. Mirë, ne shkojmë tashmë në hapësirën publicitare, jemi gati pas hapësirës publicitare të mirëpresim telefonatat tuaja, kështu që bëuni gati. Mirë, jemi rikthyer tashmë në emisionin Ora Juaj, jemi gati ashtu sikurse edhe e thash për të mirëpritur telefonatat tuaja në 2 numrat që shfaqen në ekranin tuaj, ku mund të identifikoni më së miri. Ndërkohë që ashtu sikurse çdo ditë emisioni Ora Juaj është gjithmonë pranë qytetarëve. Nëse ata kanë nevojë për një këshill, për një përgjigje, për një ndihmë, apo për një problem të cilin ata e deklarojnë. Me sa duket ka ardhur telefonata e parë. Le ta mirëpresim. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Do të kisha një problem. Më thuaj. Kam dalë në pension para 1-2 vitesh. Dhe jam krye familjar. Dhe përfitoja këtë në energjisë. Më dëgjoni? Po, ke dalë në pension para 2 vitesh. Po, edhe tash tim, më ka ardhur një letër që ne domethënë që duhet të kthej 178.000 lekë. Më kanë hequr domethënë ato 6.000 lekë, edhe 6.000 lekë më japin për energjinë. Po. Po pse? Tash duhet të di arsyeën pse është hequr kjo. Ja u kanë hequr këtë vit, këtë muaj, si? Po, jo, deri në 2026 duhet të shlyej këto 178.000 lekë që i kam marrë. Mos keni marrë shumë, a jeni interesuar pranë institucionit? Po. Edhe vata në zyrët e ku marrë të pensionit, ajo më thotë mua që nuk e përfiton se je me tokë. Po, nuk jam vetëm me tokë, kam ju. Këtu e me mira, pensionistë jam shatë që kanë tokë. Po, me sa duket ju ka prolapsi. Kjo është përgjigja që keni marrë nga institucioni? Po, kjo përgjigje më dha mua ajo, tha, ti nuk përfiton, tha, se ke tokë, thotë. Po pse si jam vetëm unë, tha, som pensionist në fshat, që kam tokë. Edhe çfarë ju kanë thënë pastaj? Këtë përgjigje më ka dhënë. Do të detyrohem deri në 26, domethënë deri në fund vjetorit të 2026, shlyej këto 170, se më mbajnë 20.000 lekë muaj për muaj, se nuk i paguaj dot. Sepse e keni marrë ndërkohë. E kemi marrë, thotë, edhe 12.000 lekë, domethënë për gjatë 2 vjetë e ke marrë, dhe do të njihet vetëm 6.000 lekë masi shlyhet ky detyrim. E kuptoj. Tani po që se keni mundësi... Do ta diskutojmë edhe me Klodin, por që... Shumë të nderuar të respektuara, se do më jepni një përgjigje? Përgjigja është nëse keni tokë, jo domosdoshmërisht jeni fitues, kështu që... Po mirë, më motë, tash nuk jam vetëm unë që kam tokë. Pra shikohen edhe disa gjëra të tjera. Pra jo domosdoshmërisht e humbisni dhe jo domosdoshmërisht e fitoni. Gjithsesi, thash, unë do ta konsultoj edhe me Klodin, që është moderatori i këtij emisioni dhe që merret çdo ditë me hallet tuaja. Nuk është sot ai. Po. Kështu që ti respektuari edhe ti. Faleminderit. Mirë, ja këtë problem kisha nëse do keni mundësi të më ktheni në një përgjigje. Përgjigja është kjo pra, që do të thotë jo domosdoshmërisht ju e humbisni atë 6.000 lekëshin e kompensimit të energjisë, po jo domosdoshmërisht e fitoni, pra duhen parë edhe faktorë të tjerë.
Gjithsesi, thash, unë do e diskutoj edhe me Klodin, se si realisht qëndron, dhe më pas në ditët në vijim do merrni edhe një përgjigje. Faleminderit edhe juve. Mirë, presim një tjetër telefonat. Jemi në pritje të telefonatave tuaja. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë. Mirëmëngjesi, po duhet ta ulni zërin e televizorit që të më dëgjoni nga telefoni. Uleni zërin e televizorit dhe më dëgjoni nga telefoni, ju lutem, sepse kështu unë po dëgjoj akoma veten time në ekranin tuaj. E shojto. Po. Alo? Më thoni. Përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë. Si mund të jetoj unë me 50.000 lekë në muaj? Sa vite keni që keni dalë në pension? Unë e kam pensionin e burit, se buri më ka ndëruar jetë, po 50.000 lekë në muaj nuk ja dalë dot. Vetëm ha bukë thasë nuk ja dalë dot. Keni shumë të drejtë? Sa vite keni që e merrni pensionin 50.000 lekë? Po, tashin si 50.000 lekë unë, që të paguaj dritat, djali aj që ka rogën 400.000 lekë, së më dalin mua për kredi, që ka marrë. Keni marrë edhe kredi? Po gjuna, që është kjo, kam grenë mbrem buk me vaje, me kri. Unë kam telefonuar dhe Klodin. Po? Të shikojmë, thaj. Po gjuna, që është kjo gjedë, qarë shteti është këshu, ajo duhet të shikoj ato barfërin e poplit. Keni shumë të drejtë se me 50.000 lekë nuk mund të bëni asgjë, por... Asgjë me i motër unë qatë bëj, ja erdi drejka, s'kam qarë bëj. Unë s'kam të marë bukë. Sa vite keni që keni dalë në pension që e merrni atë 50.000 lekshin? Po sa vite, ja, një vite gjysëm. Një vite gjysëm. A që ju ka dalë që në fillim, pra bashkëshorti tuaj të ndjerë? Apo është rritur nga pak nga pak? Punon të në mineret edhe mirë të 270.000 lekë, mua më dhamë 50.000 lekë, gjuna, së shpjo. Po ju nuk zgjodhët më pas se cilin pension do të mbanit? Nuk më di një vitet e punës mua. Deshin dhe shumë që të paguesh, më s'kishe lekë për të gërën bukë të paguaj një vitet. E qartë. Gjuna, që shkjo gjesë që... Keni shumë të drejtë dhe më vjen shumë keq që gjendja juaj është kjo, por nuk jeni ju, që është e vërteta, nuk jeni vetëm ju që keni këtë lloj pensioni në Shqipëri. Unë ju falenderoj shumë për telefonatin, ashtu si kurse keni biseduar edhe me kolegun Klodi Karaj. Edhe unë të falenderoj shumë ditë mbar pas. Faleminderit. Edhe unë ju uroj ditë mbar dhe inshallah Zoti ju bëft mbar. Siç keni biseduar me kolegun Klodi Karaj, do ta bisedojmë edhe një herë, por që kjo është situata e pensionistëve në Shqipëri. Mirëmëngjesi, telefonata tjetër. Presim edhe pak në 2 numrat e telefonit, mund të telefononi që i keni të shfaqur në ekranin e Euronews në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po, më thoni zonjë. Përshëndetje, zonjë gazetare. Ju përshëndes edhe unë. Po, unë ju përshëndes nga Vlora. Vlora, si gjithmonë më duket se mbaj mend këtë zë sa herë që kam prezantuar këtë emisionin ora juaj. Po, jam thënë nga Vlora, ju përshëndes dhe kur shkoj në Lushnjë, të mi. Edhe një herë? Ju përshëndes dhe kur shkoj në Lushnjë, tek njerëzit e mi. Do e ulësh pak zërin e televizorit, sepse të dëgjoj bashkë me kthimin e zërit, kështu që ule pak dhe të dëgjoj nga
Po, më thoni edhe një herë. Doja t'ju thoja se ju përshëndes dhe ku shkoj në Lushnjë tek njerëzit e mi. Po, Jeni shumë e mirë. faleminderit shumë. Doja t'ju thoja, zonja gazetare, sepse unë e kam thënë gjithmonë, ne që kemi një ndihmë ekonomike, Po, familjare, marrim 40.000 lekë. po. Nuk është gjëna çfarë mund të bëjmë, e kam thënë gjithmonë. Kur të na shikoj një çik, ne e kanë vite që thonë. Çfarë mund të bëjë një familjar me 40.000 lekë? Çatë ditë ne mund të shkojmë te drita te kuj. Kaq. Nuk mendoj fare për ne. Edhe uji, një ngjes, një ndark. Gjithë kjo vlore e bukur, e madhe, e mirë. Di. Është e vërtet. Është e vërtet dhe ashtu sikur se po bisedoja edhe me telefonuesen para jush. 50.000 lekë merrte pension. Çfarë mund të bëj ajo me 50.000 lekë në muaj? E ashtu sikur se ajo, ju e kushdo tjetër që merr një pension poshtë 10.000 lekësh, pra poshtë 100.000 lekësh. Ne shqyr që kemi një zitan, kemi komshi të mirë, zoti ja bëst, o zot diell, se ne nuk është marrë lumi me 20.000 lekë. Nuk jetohet. Po gjithsesi me ujin jeni stabilizuar tani. Po ja, një mëngjes një ndark kemi. Si? Kemi 4 orë. Një mëngjes një ndark. Mëngjes edhe në darkë. Po, la gjelësona, këtu ku japë. Nuk e keni 24 orë. Jo, tek fabrikorizit. Larg qofta keni 24 orë. Ma kam bëshim kënaq. Është gjuna. Ka më duart në ujë të simpanim. Do mos në gjilbab. Po si ja bëjnë turistët që vinë në Vlorë? Po të shkë po tani duhet këtë të lagjet tjera, ne themi për lagjen tonë. Se di. Shumë ata. Unë të falenderoj shumë për telefonatën. Shumë faleminderit, je shumë mirë dhe Ju plot. uroj një ditë të mbarë. Shumë pushim e dia. Edhe kujdes me vapën. Po, parim brenda, me mbesot me një brat. Faleminderit, ju uroj ditë të mbarë. Ju presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Mëngjesi. Po, më thoni. Unë ju flas nga Porosani Gramshit. Nga? Ule pak zërin e televizorit, zotri, ju lutem. Në por... Ja ta ulem atë. Po. Edhe Po. gjatë kohës kooperativës bujqësore, Po? Gruaja mori vetëm vitet që kështë punuar si gotë. Me sa vitet që erdhe dhe lindë fëmijët ati e 4 fëmijë, nuk i ka vitet e punës. Pa ka dalë në këtë 2022, me ligjin që ndërë Rama i ka kaluar kërkesa, por të mënë këto vitet, 6 muaj ishte leja e lindjes, vitet e punës, me qalë këto 4 vite që ka lindur 4 fëmijë, nuk i ka. Pra nuk ka vitet që ka qenë me leje lindje me të 4 fëmijët që ka lindur, këtë po thoni? Po, në këta nuk janë llogaritur. Ka llogaritur vetë fëmijë i fundit i 97 që ka lindur. A jeni interesuar pra në institucionit? Çfarë ju kanë thënë? Nuk ka ligj më për të përfituar, kështu kanë humbur gjithë. Dhe më thënë, nuk është e vetë me zonja juaj, por kanë humbur gjithë si zonja. Kjo ka qenë përgjigje? Kjo ka qenë përgjigje e tyre. Për shkak se ka humbur regjistri? Po, ka humbur regjistri edhe... E qartë. Nuk përfiton. Jeni konsultuar me ndonjë avokat? Se çfarë rrugë mund të ndiqni? Jo, vetëm në këtë të sigurinë shoqërore. Po. Nëse keni një avokat që mund të konsultoni edhe nëse ju jep ndonjë mendje se çfarë rrugë mund të ndiqni, nëse këto 4 vite e lejes së lindjes do ju ndihmojnë në pension apo jo më pas. Po. Faleminderit. Ju faleminderit ju. Ju uroj një ditë të mbarë. Gjithashtu dhe juve.
Mirë presim një tjetër telefonat. Jemi në pjesën e dytë të emisionit ora juaj. Mirëmëngjesi, ju përshëndes edhe unë. Unë jam një pensioniste e moshuar. Jeni një? Unë jam tek Edhe punë njerë në ju lutem. shtëpi. Jam pensioniste. Po? Jam vetëm në shtëpi. Po? Nuk kam njëri. Po? Unë jam e smurë. Jo nga shëndeti, po kam syze kene dhe më operuar dhe në zikëdis. Po, bëhem në stash që të me marri dikush tjetër pensioniste, që më gjeni për të darë. Zbez dhe i poshtë dhe aqë është mundësia ime. Po të marris 250.000 lek në punë të vështirë. Unë pres datën që vinë pagesat, po të vi pagesat, ujë, drita. Unë ki konsumoj sepse dhe roba nuk kam për të larë. Se vetëm, se bashkëshortim ka vdekur. Po. Edhe vinë me 120.000 lek. Edhe 120.000 lek do ascensori me më pagu. Të gjitha duan. 120.000 lek ujë drita juve vetëm në shtëpi? Po, vetëm unë tek pulli jam në shtëpi, nuk kam njëri tjetër. Ujë drita, nuk më shkon 100.000 lek. Se 250.000 lek, 110, 103, kaq është në total. Me internet, me ujë, me drita. Kuri që bashkëshorti gjallë, unë paguja rreth 50.000 lekë. E qartë. Mos keni shtuar ndonjë pajisje? Ilaçet a duhet marrë? Ne duhet i merrni dhe ato ilaçe. Po me ilaçe e me tension. Po. Qa të bëjmë? Shteti duhet me ndoj qik për neve, sidomos për ne që jemi të vetëmorë në shtëpi. Kur të duni mund të vini ju e pa dresën dhe hajde shifni qa gjene jam. Jo, keni shumë të drejtë. Realisht keni shumë të drejtë dhe është një temë që... Minimumi, edhe 400.000 lekë që nuk det. E kupton? Me shtrejtësi që janë në dyqanë. Shtrejtësit janë në maksimum, një ko kur vezë banë se kur që banë. Një qile gjitha që nuk hahet. Ju ndihmon ndonjë, keni fëmijë zonë? Urdo? Keni fëmijë? Djalin e ka vdek djali, ka 25 vjetë që më ka vdek djali. Bashkëshortit i vjetë, një kështu jam vetë edhe vetëmuar në shtëpi. Dhe rritë pasuaj dhe gjithë kohës në krevat, shtëpi, në divan. Keni të drejtë, shpresojmë që institucionet në fakt të dëgjojnë, të kemë vesh të dëgjojnë edhe sigurisht që të trokasin në derë të gjitha atyre pensionistëve, të gjitha atyre të moshuarve. Faleminderit zonjë. Dhe sigurisht që të vinë në ndihmë, qoftë edhe me ushqime, nuk e di, domethënë se çfarë politikash duhet të ndjek ndryshe, por është një gjendje që duhet reaguar. Ju presim një tjetër telefonat, ndoshta e fundit për këtë pjesë të dytë të emisionit ora juaj. Mirëmëngjesi. Zonja. Po. Ne kemi gjuar dhe më një vesh atje që kemi nga 2.7% ngritje ashtu indeksim nga një korriku. Po, tani unë marrë 24.000 lekë për vjetra. Tani do më ndër këto 2.7? Logaritet një... Kisha shkollë që bërë po të s'kam i ziu. Po që të them? Aq është menduar. Po ma se ti sa do më zërë mua shtesa, kjo indeksimi. Unë ma që 24.000 lekë pension. Sa merrni ju? 124.000 lekë. 124? Se si u dëgjoj mirë. Po kaq. 124. Po. Me... Nga... Do e bëj një përllogaritje, se për momentin sikur s'po ma merr dhe më pas do ju kthej përgjigje edhe gjatë emisionit. Faleminderit, po e marr do të një paketë duhanu me? Besoj aty afër do jeni. Atu afër? Po. A
A që ka shpurë thesi të shteti tonë me qupe e sa. Rime me këndar ka nera, mos. Po shikoni, mos e merrni të shtrenjtë paketën. Po shteti ka vesh të mapë, që thesi shteti tonë për pleqet. Po i do pas ta shiktu, që të pas ka me në 104 vjeqe. E me këse pension që ta që 124. Po. E këtë 3 vjetë që 104. Hajde kryeministër të falë zotin që po i ban pleqet. Faleminderit shumë zotri, faleminderit shumë. Po shte pa. Priteni datën 1 korrik dhe ta shikoni 1 korrik, domethënë nuk fillon nga data 1 korrik, po nga data 1 korrik fillon rritja, kështu që diku nga gushti e përfitoni. Quhet indeksim më shumë se sa një shtesë në pensionin tuaj për shkak të çmimeve të larta. Mirëmëngjesi, telefonata tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe një herë. Jam një pensioniste nga Tirana. Po. Edhe marr një pension 120.000 lekë. Edhe një sa? 123.000 lekë. 43. Edhe 23. 23. Edhe marr ato kompensime energjetike 6.500 lekë. Po. Janë kryet familjare vetë. Po. Përshtë ma ka që pak, kur të tjetë marrë 110, 120, 12, më falë, 12.000 lekë kompensim dritash. Po, duhem parë faktorët, pra, tokë, truall, nuk e di çfarë mund të keni për llogaritja që bëhet. Keni pyetur ndonjëherë tek ISSH-ja apo tek institucioni? Jo, nuk kam gjerë se ma pension në burë. Në varësi edhe të pensionit, Urdhë? të punës, të kontributeve që keni derdhur. Nuk e di si bëhet fiks për llogaritja në rastin e kompensimit të energjisë. Edhe ma pension e burrit. Merrni Ndi 6.500. Kur shoqet e mia ndërkohë marrin nga 12.000 lekë. Kompensim dritash. Unë marr 6.500. Po, meqense gjithmonë e bëjmë këtë llogarinë. Shoqja ime merr kaq. Pse, çfarë ka? Jo kryet familjar janë zonë. Prandaj po të pyes. Po pra, edhe unë prandaj po ju them që jo të gjithë përfitojnë një lloj, që do thotë ju mund të keni diçka tjetër, një të ardhur më shumë, dikush tjetër mund të ketë një të ardhur më pak. Ju në varësi të pensionit apo të kontributeve që keni derdhur bëhet për llogaritja e kompensimit të energjisë. Mendoj, gjithsesi do ta flas nëse është të gjithë standard, për të gjithë standard apo varion në bazë të këtyre që unë thash. E kuptoni? Faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë. Kaloshit mirë. Tani kemi një mesazh shumë të rëndësishëm për të gjithë shikuesit e Ora News. Në Sigal Unica Invest, fondi pensionit, besojmë se çdo vendimi i vogël sot ndërton qetësinë e madhe të së nesërmes. Po flasim për pensionet private, aq të domosdoshme ku çdo kontribut nisur nga 10, 20 apo 100 euro është një dhuratë që ja bëni vetes për të ardhmen. Një premtim në fakt që nesër do të jemi më të sigurt, më të lirë dhe më të pavarur. Le ta nisim tani duke u kujdesur pak më shumë për veten, për të ardhmen tonë dhe për ata që duam. Kontaktoni në 2 numrat që i keni poshtë ekranit tuaj dhe sigurisht që jeta juaj do të bëhet edhe më lehtë. Ja ku i keni numrat e telefonit me radhë, fondi Sigal. Faleminderit shumë që e dëgjuat këtë mesazh. Shkojmë në hapësirën publicitare. Mirë, ora është 9:08, jemi rikthyer në pjesën e tretë të emisionit Ora Juaj. Mos harroni të telefononi në 2 numrat e shfaqur në ekran. Ne jemi gati të mirëpresim telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po mirëmëngjesi. Po. Ryti më dhe zëti jenë raport. Faleminderit. Ju jeni nga Shkodra? Lush i Shkodrës. Po. 10 ball për zotën. Pasha zotën 10 ball. Pasha zotën 10 ball. Pima pa ujë. Vjoni të jeni pa ujë. Jena në rregull. Okej. Ha? Pa drita kur pa zet. Pa drita kur vjen shi. Pasha Krishtin nuk të raj. Ngull ha Krishtin pa ta baj
Kur frenera bjen shi, jena pa drita. Kur kot zet, jena pa drita. Pa të energjisët e fondor, na kanë këthy perifi e borë, me riparu normen. Ata me dur në gjepa në në shot, tonë ditën e gjatë, i tajon. Veç i tajon, sa tjetër kush. Ata konë 300.000 lek pensionin, na këna 105.000 lek. Unë kam bo 18 vjetë punë, deshta mu suguru, më blok mu licencën në lumë. A kuptun hilen, mu sugurova, bona licencën e teksis, ma kuptune, ma këputen. Ashtë sok për kryt të fëmijëve, ashtë sok, i kam blokimet, i kam gjykimet, i kam të revenimet, po kujne a kjo hollin. Këti popull që shqohet, pa me pos rëzëk nesë, në ardhë uj, vini 100 vetë me morë ujnë të unë. Unë se kam kure pik. Jene 900 shpi që s'ka pik uj. Pik uj, 900 shpi. Pa shatë mollën zërë. Pik uj, vetën me helë kanal të malë, me morë zitojnë me mush kanolin. Po pëse më të tëllë, pëse më i po të pëse më i po të dhe këtë punë, pëse, hajde, kënë medet e tonë bosë të vinë të unë, në kjo se sa shishtu, pasha krishtin vorëm plep. Ha? A i kanë blek këta zitore që shfrytëzojnë popullina? Ja. A sa milion, a sa bukur e njekun protestën e punë. Që zve unë atë? Jam një këllush, që për kryt të fmive kam himë në gordë. Si kam hinë gordë me 21 janor. Kam nëllë makinën, si desh me mytë qoqirat, më di shumë punë po, edhe kam bajt nga. Sëtë nuk e napin heqë, sa u vini nodë. Kush të mërë për mu, kush ka nevoj me mërë për mu, se me mërë për të hora. Falë, se këta sa njërës, të njërës, pa dhe, pa hepë për gjo. I njëri që shetë për nuk ka dhe. Pyte kam thonë edhe e thëmë dhe, dhe që të njëri në shpirti si ka të dojës, si ka dalë nipit tëmë, të vërtit, nuk me të tja i drejtë. S'pe përmeni atë të shse. Si drejtë, drejtin të se dojnë. Replikën se dojnë, vërnin se dojnë, halin se dojnë, të veç në qkisin, vrasin, s'lon gjoba bo. Pasha zote. E qartë, zotëri, unë ju falenderoj shumë, sigurisht që do dua që të dëgjojmë edhe të tjerë telefonues. Besoj që për sot ju dëgjuam të gjitha ankesat tuaja, sigurisht që ju jeni një telefonues i përditshëm, i pamungueshëm në emisionin Ora juaj, të paktën aq herë sa unë kam qenë në këtë emision, ju gjithmonë keni telefonuar. Faleminderit që shfaqni problematika në ekranin e Ora News dhe nëpërmjet emisionit Ora juaj. Mirpresim një tjetër telefonat në dy numrat e shfaqur në ekran. 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Janë këto dy numrat e shfaqur në ekran, ku ju mund të telefononi dhe sigurisht që mos harroni asnjëherë pra edhe Instagramin e Klodi Karajt. Nëse keni diçka që nuk doni ta flisni në ekran, sigurisht që mund t'i shkruani në Instagramin privat të Klodi Karajt dhe sigurisht që Klodi do jetë gjithmonë i pranishëm për t'ju kthyer përgjigjet. Mirë, presim të tjera telefonata ose një telefonat të paktën në këtë pjesë të tretë të emisionit të Ora juaj. Ne jemi gjithmonë këtu për të dëgjuar atë se çfarë juve ju shqetëson në fakt. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po. Jam i pensionist. Po. Më doli të edhe 3.000 lekë gjysmë pensionin dhe marri 105.000 sot. Sa merrni sot? 105.000 lekë. Po. Me të shtesa që janë ballë. Tani kemi diju këtë telefonin, këtë televizorin, që do na shtohet në një korrik apo jo? Po. Në 2.7. Në 2.7. Po mirë, po tani me 2.7. Sa lekë ka konë mund të marrë?
Po them unë ty kur të shkosh të tërheqësh ti me një për llogaritje kështu. Kur të shkosh ti tërheqësh në gusht, sepse hyn nga një korriku fillon për llogaritja dhe në 105 më thatë që merrni ty apo jo? 105. Po do merrni diku te 107, 107, 500, 108, rreth kësaj shifre. Një kërë shtonë 3.000 lekë për 2.000 lekë? Po thuajse. Po thuajse. Tani një bukë tuk në e 2.000 lekë. Po që da haun me zoj, që da haun, në zoj një shejet të nuk dështu, së televizorin e ka një para, po të shofë, edhe për kjesh me mua të këto, që da haun, një bukë. Po, edhe ju tani e quat bukën 3.000 lekë, po jo më se është buka 3.000 lekë. Po marrë 2 bukë, ja po marrë 2. Po, marrë 2 bukë, po. Ja po marrë 3.000 lekë. Po, këto një muj me të gotë, një muj. Po, në një muaj mjaft të keni atë. Po, janë shumë ato. Qa të përshë, si përne ka mjeta. Mirë, falemderit. Falemderit, ju uroj ditë mbarë. Do në shtokat pak, falemderit. Ditë mbarë. S'keni faj, po që të bëjmë? Kështu është. Skema e pensioneve. Mirë mëngjesi. Po mirë ja dhe të presim. Mirë presim një tjetër telefonat, nëse do të jetë një zonja për një zotri. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Ju përshëndesim. Shumë respekte për ju, për televizorin tuaj dhe gjithë stafin që e drejton këtë emision. Ju falenderoj shumë. Falemderit. E ndiqni çdo ditë besoj. Çdo ditë unë pi kafe me Klodin nga ora 7 deri në orën 9. Me telefonata apo pa telefonata? Po pjesë dhe telefonoj Klodi, besoj se di se kush jam unë, po nuk telefonoj për shembull që të bëhem objekt bisede, sepse në unë telefonoj për në rast që më intereson, sepse duke ndjekur Klodin, kemi dhe në njerëzit tanë këtu ose shok e miq dhe marrë dhe unë informacione dhe va transmetoj këtyre shokëve të miqve. Ju shumë mirë bëni. Po, tani, po, kam bërë dhe unë emision vete, po për lagjen time. Po tashi kjo është kontributi që ju do të jepni në komunitet. Të ndaj që me Klodin e pi kafe, biles ka raste që 10 minuta që rekore se gjysmore e pim dhe bashkë nëse në ko fillon lajme të ish. Falemderit shumë. Kështu që nuk je përjashtuar në grupi jonë. Shumë falemderit, të uroj ditë mbarë. Nuk e di kush je, por gjithsesi falemderit shumë. Nuk ka rëndësi, do t'i them Klodit kush jam, po... Okej. Ka ikur me pushime? Jo, nuk besoj se Klodi e ka luksin të paktën këtë ditë të marri pushime, derisa të mbaroj botrori. Kështu që... Se thash, ne ishe ti sot, për vetësh. Ashtu ndodhi diçka, kështu që prandaj janë kolegët gjithmonë, zëvendësojmë njëri tjetrin sa herë që kemi një shqetësim apo një problem, qoftë edhe një pamundësi për të ardhur në mëngjes. Për neve gazetarët e Ora Newsit janë për mua pak të qenë ndjek Ora Newsin, se unë ndjek Ora Newsin shumë. Ndjek lajmet që jepni ju, ndjek Sonila Musajn në Epicendër dhe shumë tjera. Ndjek Beti Juma në njërë, në fjallë ndjek. Jam i informuar nga këtë kanal dhe respekti më madhor është për mua për punën që bëni, sepse është sakrificë kjo. Është e vërtet dhe e vlerësoj shumë që ju dini ta vlerësoni atë që ne realisht përpiqemi të bëjmë çdo ditë, nga mëngjesi deri në mëngjesin tjetër, sepse puna jonë është kjo, nuk ka orar. Prandaj po them, është sakrificë, pse tash është sakrificë, sepse nuk është punë me orar. Kjo është e vërtet. Të falenderoj shumë. Kjo është të rriti puna, do vesh në punë. Ju përshëndes dhe respektet. Nuk do të rrallë. Faleminderit edhe një herë, ju uroj një ditë mbarë. Mirë. Mirë presim një tjetër telefonat. Mirë mëngjesi. A presim regjia?
Presim në 2 numrat e telefonit në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po. Më thonë. Ora News. Po, Ora News, ora juaj, Ora News. Po, flet me dike. Si? Por ajo që ka ndryshuar sot është moderatori, që jam unë, nëse s'arritë do të bënit lidhje. Pra në vend të Klodit, jam unë sot. Prandaj ndoshta juve prisnit një zë djali, por që doli një zë vajze. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Unë jam zotëri nga Korça. Po Korça, ju përshëndesim. Si është me temperaturat Korça? Latë është. Vapë? Po, latë 34-33. Si ja bëni? Unë kisha një vërejtje për doktorët. Cilin doktor? Një doktor ortoped në Korçë, klinik. Po. Kisha një problem para 2 vjetësh, edhe me jep recetë për të marrë një gjilper shumë të shtrenjtë për gjurin. E mora gjilperën nga Greqia, edhe vajta e bëra. Në momentin kur më bëre gjilperën, unë nuk e ndiva fare, si kur piskoj blet, jo grerës. Le efekt fare, po jo. Fare. Edhe nuk e lash me atë vetën në Greqi, mora gjilper tjetër dhe bëra në Greqi. Të njëjtën gjilpere. Unë diva shumë kejse gjilpere e fort edhe unë e di si përjetova dhe më bëri efekt. Edhe më lind ideja që gjilpere që bëra, që mora 250 euro, doktori ma vodhi. Për arsye se nuk ndiva që fare si kur ma bëri një. Edhe plus që e bëra pa të gjilpere e përjetova keq në Greqiva, të bëra të ortoped. Prandaj i këshilloj gjithë që japin receta, doktorët, edhe ja u bëjnë gjilpera, të marrë një me vete doktorat janë palat, janë kriminera, të vjedhin. Dhe me 100% doktori mua ma vodhi gjilperën. Shiko, mos i ngatroni doktorat me disa... Jo, nuk është, se doktori nuk të lejon që të marrë njëri pas kur bën gjilperën ati, ku e bën. Po infermerin dhe nuk ndiva fare kur më bërë gjilperën. Atëherë, ajo që unë po ju them, zotri, e pikë së paret ju pyes a jeni mirë njërë. Tani jam mirë nga gjilpera e dytë që bëra njëra gjilperë. Pra kjo është e rëndësishme që ju e bërët gjilperën e dytë dhe jeni mirë. Pra edhe jeni një gjendje optimale që të esni dhe pa probleme me kriminalave. E neo grashdani është. Ajo që unë po ju them është mos ngatroni doktorat me disa me disa profesione të cilët ndoshta mund të kenë hapur një zyrë dhe thonë jemi ortoped. Jo, është në spital shtetëror, klinik. Është në spital? Po, klinik. E qartë. Nuk kam që të them. Për misionin. Unë shpresoj që ju të mos keni më probleme të tilla me gjurin. Kështu që çfarë iku, ju nuk e vërtetoni dot se çfarë mund të ketë bërë doktori, kështu që shpresojmë shumë. Jo, kur kemi probleme të marrë njëri pas nga shtëpia që të bëjnë gjilpera tash. E kuptoj, keni një këshill për qytetarët e tjerë dhe shumë mirë bëni. Dhe bëni shumë mirë. Faleminderit. Miru pas. Ditë mbar dhe të jeni mirë. Ju presim një tjetër telefonat. E kemi. Mirëmëngjesi. Po, përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë. Nga Elbasani. Po, Elbasani. Tani, kam qenë ish ushtarak. Po. Kam seru me Klodin, sigurisht më seroj shumë mirë. Do më thonë që për vitet e shkollës ushtarake bashkuar, do më thonë në ke vitet e pensionit, sepse qytetarëve civil u njëtë shërbimi ushtarak. Dhe ne kemi qenë student, të më thonë pa profil, kemi pas, atë mosh. Edhe e serova këtë. Jeni seruar pra? Po, tani përsa i përket kësaj që thot qeveria që
pensionet shtohen 2,7% një korrik. Indeksohen, po. Indeksohen. Nga një korrik. E turpshme dhe e pafalshme. Edhe e pamoralshme. Po tani, e njëjta gjë ndodhi edhe në fillim të janarit. Po nuk ka pse të ketë indekse. Dakor. Një qeveri 13 vjetë në pushtet, të paktën, atë pike ta kështë hek. Edhe 27% do ishe shumë pak. Jam shumë dakord. Po, edhe pse e them këtë? E them sepse brezi tret, mosha tret, është mosha që ka dhënë kontributin e vërtet. Është mosha që ka dhënë... Dhe meriton respektin më të madh. Meriton respektin më të madh, të flasim shumë me superlativa historike herë. Ore, u bas Shqipëria 7.000 kush e ngritë flamurin? Djali apo vajza? Jo, plaku Vlorës. Po plaku pra ka ngritë flamurin Vlorës. Ismail Gjemali. Po mirë, kush boj bamirësin botërore me famë? Vajza Bruna apo Bjonde? Jo, Nën Tereza. Po pra Nën Tereza. Dy figurat më historike të kombit, ka qenë Tereza. Po kaq, nuk duhet të bëjmë ne për këtë moshën e tretë, që po veni drejt saj. Pra ne them që ata protestus, janë nga izolatirë, me të vërtet, duhet të kemë një mbështetje dhe një solidaritet jashtëzakonshëm për të gjithë shqiptarët. Ata do të kenë një kuvet kombëtar qytetar, pa parti. Pra, do të mbledhin intelektual nga të gjitha shtresat. Nga rinia 20%, 30% nga mosha mesme, që bëjnë 70%, ose 35% nga mosha mesme, dhe 25% nga pensionistët. Pra, të mos lihen marrëdhënie pensionistët. Pra, ketë intelektual nga të gjitha. Keni shumë të drejtë. Që ky kuvend mbar kombëtar qytetar të jetë jo në thirrjen e politikës, të militantëve, a kupton? Por të jetë kush të dëshirojë, kush intelektual i përgjigjet asaj thirrje. Edhe këta të jenë si kokë drejtuese. Mos jenë bish pa kokë. Në krye për të formuar atë që ata ndërrojnë. Që me të vërtet nuk po realizohet asgjë. Sepse unë si qytetar, unë si ushtarak, mendoj se kjo është një vepër madhore historike. Firmtarët e pavarësisë na dhanë shtetin e parë shqiptar. Lëvizja studentore vjetore në ndjetës na dha pluralizmin politik, unë uroj si këta të realizojnë atë që ndërojnë, atë që pritojnë. Por ama, jashtë politikës që në kuvendin kombëtar qytetar mos pranojnë ish ministra ish deputet. Të cilët e lanë Shqipërinë për 35 vjetë në tradicion. E mbajtën të ngësit. Turoj emision të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ju uroj ditë të mbarë, kujdesni me vapën. Faleminderit. Mirë, mirë presim një tjetër telefonat, me sa di unë është gati, mirë mëngjesi. Alo? Mirë mëngjes, zoj. Mëngjesi. Po? Me gazetar jam të folë, Me gazetarën je të folë. Po, unë kam dash për nim me mlloni gazetar, se kam ca probleme me shtëpi, domethënë. Po? Më ka gjithë jashtë, më thanë dhe në shtëpi, se dhe kam kërku një gjithë në në po bëgjo. Ku jetoni ju? Unë jetoj në Qiras, në kam Olidajtit, por që në ma monras kam shtëpinë e burrit, që më ka dekë edhe djali edhe burri. Edhe që nga ka në dhe në me Qira. Qira nuk kam pare për pagu. Që që në qenë se një morë me gazetar, një bali. Ma jepni një numër telefoni? Po, 68. Po? 19. Po? 18. 90, 80. 18. 18. Po? 101. 101. Okej. Do të keni mundësi një bali. Do ta flasim edhe besoj do ju telefonoj. Faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë.
Mirë, presim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjesi zonjë, një tjetër zonjë. Mirëmëngjesi. Jam një pensioniste nga Durrësi. Po, Durrësi, mirëmëngjes. Kam dalë. Faleminderit, mirëmëngjes. Kam një vit që kam dalë në pension, jam e vetme. Po. Kam bërë letrat për të marrë të kompensimet e energjisë, të bukës dhe të gazit. Po. Të energjisë mi kanë dhënë, bukës dhe të gazit s'ma kanë dhënë. Më takon, sepse kam dëgjuar shumë ekspert që thonë na takon. Po. Këta të Durrësit thonë nuk takon. Me cilin argument? Sjapin asë argument, kam shku disa herë të kjo sigurimi shoqërore. Po. Njëri thot takon, tjetri s'takon, e kemi heq, e kemi lënë. Në një kohë që para një 3 ditësh edhe Televizion Plusi, një nga këto të ekspert ekonomist, që u takon. Po. Ju i keni plotësuar të gjitha dokumentacionet? Po, unë e marrë pensionin dhe kam fillu edhe kam bërë letra që në janare, kam marrë ato të energjisë në mars, janar shkurt, mars edhe këtej, kurse të bukës dhe të gazit, më thanë nuk të takon. Pas një lloj argumenti. Mirë, do interesohemi, sigurisht nesër rikthehet Klodi në krye të prezantimit të emisionit Ora Juaj, do ja prezantoj shqetësimin tuaj dhe sigurisht që do interesohemi, shpresojmë po ashtu që edhe institucionet të kenë dëgjuar dhe të reagojnë. Shumë faleminderit për ju, se nga ju kam pas shumë zgjidhje. Faleminderit shumë. Një ditë të mbarë. Ditë të mbarë edhe për ju. Po tash shkoj me Sigalin direkt. Mua më takon ta lexoj dhe jo ta them përmend sepse është dita e parë për mua. Në Sigal Unica Invest, fondi pensionit, besojmë se çdo vendim i vogël sot ndërton qetësinë e madhe për nesër për secilin prej jush. Po flasim për pensione private, aq të domosdoshme ku çdo kontribut nisur nga 10, 20 apo edhe 100 euro është një dhuratë që ju ja bëni vetes për të ardhmen tuaj dhe në mënyrë që të mos keni probleme dhe me pensionet. Një premtim që nesër do jemi më të sigurt, më të lirë dhe më të pavarur. Le ta nisim pikërisht tani duke u kujdesur pak më shumë për veten, për të ardhmen tonë dhe për ata që duam. Kontaktoni në ato 2 numrat që shfaqet në ekranin tuaj. Sikur se i shikoni, fondi Sigal, mos harroni, investoni për veten tuaj. Shkojmë në hapësirën publicitare. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e 4 dhe të fundit të emisionit Ora Juaj, këtu në ekranin e Ora News. Mirë presim telefonatat tuaja në 2 numrat e shfaqur në ekranin e Ora News në 068 60 54 639 e po ashtu në 068 99 00008. Mos harroni po ashtu edhe Instagramin privat të Klodi Karajt ku mund të shkruani pikërisht nga aty dhe ai do ju kthej menjëherë përgjigje. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Dhe pak me gazetari Klodin. Po, aty jemi tek emisioni i Klodit në Ora News, është Ora Juaj, por sot nuk është Klodi, jam unë. Nuk pa problem, faleminderit shumë. Më thuaj. Shiko. Po. E di Klodi që unë kam marrë disa herë në telefon për një çështje të një pronë në Zvënes, për një shtëpi banimi në Zvënes të Çupës time. 3 vjet që kemi aplikuar për të marrë certifikatën e pronësisë dhe kadastra e Vlorës nuk nxjerr certifikatën që Bashkia e Vlorës mua të më japi lejen e ndërtimit. Më fal të lutem. Për respektin më të madh që kam për të gjithë format në Shqipëri. Njerëz të mirë të ndërtuar, na i përgjigje që ka nga kadastra e Vlorës te Klodi, te emisioni juaj, që të gjitha dokumentat janë në rregull. Ka 4 muaj që kadastra e Vlorës mua nuk më pajis me certifikat pronësie. Çfarë përgjigje ju ka dhënë Klodi? Klodi ka dhënë një përgjigje, që ka dhënë një përgjigje nga kadastra e Vlorës, që të gjitha dokumentat janë në rregull, dhe është çështje e ditës që ju do pajisni me certifikat pronësie.
Dhe? Më të gjithë. Po. Klodi më ka thënë, ku ka folur me atë, të jetë mirë, zotin barë, edhe ju e të gjithë staf, të jeni mirë. Faleminderit shumë. Kemi deleguar të ka Dasra e Vlorës, dhe ka Dasra e Vlorës ka dërguar të ke emisioni juaj. E kuptova këtë. Një përgjigje që të gjitha dokumentat janë në rregull, është çështje ditësh që personi do pajiset me certifikat pronësie. Ka 3 muaj, jo 3 muaj, po 4 muaj. Që një ditë po, një ditë jo, futemi në internet, edhe nuk vjen certifikat akoma. A ka mundësi që të ndëryni edhe njëherë atje të ka Dasra e Vlorës? Okej, me qënë se Klodi e ka bërë kontaktin e parë, do ja adresoj Klodit të njëjtin person, të njëjtin shqetësim dhe ndoshta e bën edhe një kontakt të dytë. Po Klodi kur vjen në studio? Nesër. Pra vjen nesër. Nesër në mëngjes e keni këtu. Faleminderit shumë që jeni të kaloni mirë zotin mbar. Ju uroj një ditë të mbar. Mirë presim një tjetër telefonat. Po, alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Duhet flet me të Me Klodin. Po. S'është Klodi sot jam unë. Mirë, ajo goca, s'ka problem. Ajo goca, unë jam ajo goca. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjesi jam. Pra je duke folur, je live tani. Si Alo. Po, mirëmëngjes. Ullet televizor. Alo? E ullët zërin. Ullo? E ullët zërin e televizorit. Po. Po, më thoni zotri. Tani unë kam marrë pak ditë, një 3-4 ditë më para Klodi. Po. Kam tërhequr pensionin nga shtetërore, ka shkuar të ka e privatja të kë Elbenja. Po. Edhe nuk e di sa ka bërë Klodi, unë do t'ja jap sa atyre. Ajo që me një zyra 50 lartë të kë Bryli, unë zhvete do që unë jam dhe i verbës, edhe nuk kam mundësi edhe nga vapa kështu nga dielli, temperaturë e madhe. Tani Klodi nuk vjen? Vjen nesër. Unë do ja adresoj, do ja kujtoj edhe një herë, nuk besoj që i ka harruar, duke qenë se ju e keni telefonuar këto. Jo, për të harruar e ka është njeri për... Korrekt. Shumë korekte i për... Por sot, ka... ashtu i doli një punë urgjente, kështu që mu desh që ta zëvendësoni. Mirë. Nesër e keni këtu, kështu që mund të telefononi sërish nesër dhe Klodi do ju tregoj deri në çfarë pike ka arritur. Atëherë një pyetje tjetër kështu jashtë. Jashtë Klodit. Po, jo, ajo pa Klodit nuk ka lidhje qarën, po ti qa di ti që unë nuk e kam marrë qeshorin edhe, por ju i korriku e marrën pensionin apo se marrë do të kam fjallin. Ju kë nuk keni marrë muajin qershor? Po. Edhe kam marrë që do më pengojna, shkon puna me gjyqja, ku di unë, ketë një fare, një urije kështu. Ja, do interesohemi, zotri, do interesohemi sepse duhet të hymë edhe neve nga këto hallet e juaja. Do interesohemi dhe do ju kthejmë përgjigje. Kur mund nga këtës përgjigje? Nesër. A, nesër e Klodi, nesër ti shfajsohesh? Se kështu vajti puna me shfajsime, a? A se më e bëj një sot një orindi, po me gjitha te. Po sepse Klodi ka kontaktet. Mirë, ajde të uroj shëndetë. Ju uroj ditë mbarë. Faleminderit. Punë të mira bëhen avash sot një shprehje, kështu që nuk ka punë e the sot edhe do bëhet sot. Mirë presim një tjetër telefonat. Yes. Mirëmëngjes. Jem një zoj nga fshati rreth në Shiakut. Nga Lushnja? Shiak. Nga Shiaku? Po. Kemi ankesa për banjot. Kanalizimet janë bonë në gjithë lagjen, një pjesë e lagjes, një 30 panoqi, 30 shtëpia, nuk janë bo dhe
Ka 5 vite që na thonë stop, nesër, vini si gazetarë, të shifë janë bëjë gjithë për jashtë. Jemi fshat, kemi mollë të ulemi për jashtë, të festojmë, të rrimë, se do mëndën dyre për nxerë më këtë vapë, që është merë, era gjithë banjë janë për jashtë. Të drejtë keni, duhet ishim bërë, sepse nuk është një çështje. Nuk kanë faj, se nuk kanë, i nxirren për kanalet e rrugës që kullo ujti, nuk rrihet këshpia, nuk është merë. Da thonë do vim sot, do vim nesër, asë i gjonë për bërë. Keni shumë të drejtë, ja shpresojmë që të kenë dëgjuar institucionet dhe nuk është një çështje që mund të pres. Janë kanalizime të cilat duhen bërë urgjentisht sepse nga një problem i vogël mund të lindë një problem patjetër i madh. Kjo është këtë vatë, ngjosh edhe herë, sidomos në këtë sezon të temperaturave të larta. Do interesohemi, do shohim ç'mund të bëjmë, shpresojmë që dhe ato që unë i përmenda pra institucionet përkatëse të kenë vesh dhe të kenë dëgjuar në emisionin Ora Juaj nga ekrani Ora News, shqetësimin tuaj dhe shqetësimin e të gjithë banorëve në zonën e Shijakut. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbar. Ditën e mirë. Kur flasim për ujë të pishëm, për kanalizimin e ujrave të zeza në 2026, nëse si duket. Mirëmëngjesi. Si? Më dëgjon? Ju dëgjoj. Vasil Troshi, jam kryetari i shoqatës së invalidëve. Po. Kam 2 probleme, lutem, do më ndihmosh? Nëse do mundem, patjetër. Problemin e invalidëve, për shembull tuk, nuk na miratojnë to këshillat e bashkiake, nuk i kam përua akoma letrat e kemi çu. Po? Të gjithë 6 bashki, 7 bashkiret, një ka përua nga presi, tjerat të nuk le i bin. Ato kërkesat e miratimit biletave të transportit. Për biletat e transportit, po? Po, këtë njëfet e drejta qarkullimit. Po, i qarkullimit po. Problem tjetër, kam i problem tjetër shumë që. Kam bëj shkres ministrit transporteve, ati Eneas, Kanacit. Karakacit. Më takojnë ca lek shpërblim metalurgjia. Po s'm ka vënë përgjigje, më kaloj muj. S'keni marrë asnjë përgjigje? Jo, s'kam marrë përgjigje. Lutem, ndihmo pak këtu, se kam kaq vite, kemi 3 vjet që kemi bërë shkersa zyrtare, edhe hapë përgjigje. Unë i bëra letë zyrtare ati, si ministër të hënërit të njëri, a i para pësë më dha përgjigje. Ja, do interesohemi edhe nëpërmjet Klodit, se sigurisht Klodi po, patjetër. Jo, më do të interesohemi, patjetër. A ke numër telefonit? Ja, tani do ma jepni juve. O mua ose Regjin? Atë kam sikot të teme, një mot të lutem. Okej, ja po e marrë direkt. Ma jepni numërin e telefonit? Timin? Po. 067. Po. 30. Po. 55. 55. 244. 244. 30. 55. 244. Falem po. Falem dhe shumë. Tek Karakacit. Ke gotë të sjellshme, falem dhe. Faleminderit, të jeni mirë. Kryetari i shoqatës. Po. Një tjetër telefonate, mirëpresim në këto momente. Jemi në 10 minutat e fundit të pjesës së 4 dhe të fundit të emisionit Ora Juaj, kështu që nxitoni të telefononi. E kam, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ngrihet pak zërin, lutem, mos heqë nga Vlora. Urdhra? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ngrihet pak zërin? Po, ngrihet zërin e kam në televizorin. Jo, zërin tuaj, jo të televizorit. Atëherë unë kam marrë para 3-4 vite dhe kam zgjedhur punë tek emisioni juaj. Nuk ju dëgjoj mirë, prandaj të mbajeni mirë aparatin e telefonit. Tani. Diçka më mirë, më thoni. Mami ka dalë në pension në gjyq, ka fituar gjyqet, bazon pensionin normalisht, po tani ka dalë urdhër që është miratuar, që duhet merren ato vite që i kanë humbur. Po? Tani çfarë miratimi bëhet që të merren ato vite që kanë humbur? Jeni konsultuar me ndonjë avokat për t'ju dhënë një këshill? Në fakt me avokatën që i kishin, nuk ndodhet për momentin Shqipëri dhe prandaj u dritova juve. E kur vete ke institucionet, ato nuk të shpjegojnë.
Atëherë, gjithmonë me konsultën e avokatit, sepse ai ka letrat tuaja, është marrë me procesin dhe nuk ndodhet sot në Shqipëri, do vi mas 1 ditë apo 2 ditë, nuk e di, domethënë se si ka edhe ai hallet apo kontaktet të juaja. Por gjithmonë me këshillën e tij dhe do ndiqni rrugën që ai do ju sugjeroj për të përfituar ato vitet e humbura që ju thoni. Po këto është miratuar ligji që këto vite merr. E kuptoj, po duhet të dini rrugën që duhet të ndiqni. Jo, thjesht për ta konfirmuar që është miratuar si ligj që këto do merret. Po. Në rregull. Ju falenderoj. Faleminderit. Ditë mbar. Mirë, presim një tjetër telefonat. Besoj e para fundit apo jo? Duhet parë se sa do zjas. Mirë mëngjesi. Mirëmëngjesi zonj. Po, mirë mëngjesi zotre. Jam një qytetar që Mazeran Gotani. Po. Jam me origjinë nga Vërmiu. Po. Kam dhënë para takosh, para një vite e kaluar, një 2 dokumente, do kapimisht edhe një kopje Ploti Karajt. Më thaj që kam dërguar në arkiva, sepse më premtoj që të më limonte, ja të gjërova unë pas. Tash më limon, ma pëm të gjë, se nuk më përgjigjet arkiva mua, do më kam tuar posta i gjënë e. Shkurt ma peti, u informohën arkiva nuk ishe vajtë ajo. Vajta dhe e tjetër, kam dhe numërin e një sekretarët e inspektorit. Ata po tishe do thoshin, që ju dhe shumë, do si kryetar, do dokumentat ne i ruajmë, të arkiva se në elon ligjit i këtem. Po nuk kanë ardhur, më thamë. Nuk që ku të fshet, do të më përkeq, Ploti Karaj, po do atë një atë një, që kam bo keqë ju një të time. Që i shoha kam pini se i kope qirë, dhe më kanë ngejtë njëse më të pra avokatit. Për pronat në dërmje kam qallën, më kuptojnë zoj. E kuptoj. Kam ngejtë pa dokumente, kam ngejtë që. Aty e kam njësë në poste, ka qënë në gjithë edhe se kam përreon. Të dy e njështë e gjë, nuk kam le njëtë që të arkiva. Që se që, qita. Keni marrë përgjigje? Po s'ka marrë për kodjë, nuk e di se që thot Ploti. Dokumentet kanë qenë fotokopje? Fotokopje se originalet janë tjetër kun. Unë duha të ndjetë një kyqë në Vlorë. Kam marrë ndim juridike fale, s'ka gjykata e rrethit tonë Tiranë. Po jam blokor për dokumentet, se tani s'përgjigjet para arkiva. I kam quar njerë, 2-3 post. Se i duhet ma kam në përgjigje ata njerë, po. Me këtë do me emine. Kjo ka qenë përgjigja që ju kanë thënë, me të do meremi. Jo, se mund. Se më ma bet e amëndësoni. Ma bet që, që këtë nuk marë përgjigje. Po, sash, që të kështë Ploti, ma kështë një nga të kopit të më dimon dhe shumë. është rovoleja, se të të nëmësha, në dërmi, është kote që përgjë janë prone e gjyshit. E qartë, po mirë pra, do e flasë prapë me Klodin, të shohim se çfarë mund të bëj Klodi dhe ju uroj një ditë mbar. Një ditë mbar dhe kalon fëmijë. Ditë mbar për ju dhe për të gjithë qytetarët. Ecim me një tjetër telefonat. Presim edhe pak. Mirë. Derisa të presim, i rikujtojmë edhe një herë 2 numrat e telefonit ku mund të telefonojmë, me sa duket nuk pas ka qenë nevojshme. Kam rritur një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Ra linja, iku, u shkëput. Mirëmëngjes. Presim 068 60 54 639 dhe 068 90 00008. Janë këto 2 numrat e telefonit ku ju mund të telefononi e po ashtu mos harroni edhe Instagramin e Klodi Karajt ku mund të shkruani dhe sigurisht që si i palodhur që është do ju kthej një përgjigje. Pse që është ju nga regjia. Jemi në minutat e fundit të pjesës së fundit të emisionit Ora Juaj, ku sigurisht jemi gjithmonë të pranishëm
nga ora 7 deri në orën 9, si çdo ditë nga e hëna në të shtunë. Të dielën e bën pushim Klodi. Mirë. Ende nuk e kemi një telefonat. Shpejt pra shpejt, sepse do ikim, na shkoj ora për të shkuar në lajme tashmë. Edhe 3 minutat e fundit. Apo e mbyllim regjia? Jo, nuk e mbyllim. Ja, do shohim. Gjithsesi, nuk do ishte keq. Ç'është e vërteta, ta mbyllim edhe 1-2 minutë më përpara, sepse më ndihmonit që unë të shkoja në studion e lajmeve. Gjithsesi, sovrani vendosta. Ju e dini. Oho, 49 është edhe 1 minutë më djalë. Okej. Në 2 numrat e telefonit, unë ditën e sotme u kënaqa që është e vërteta duke dëgjuar dhe shqetësimet tuaja, me telefonatat tuaja, kishte telefonues të cilët ishin shumë pozitiv ditën e sotme. Të shohim se si do ta mbyllim ndoshta këtë emision së bashku sot. Kam bërritur telefonata, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zonjë. Jo, alo. Po, ne mirë. Juve? Po, elhamdulillah themi, por desha të bëj një sugjerim për të gjithë njerëzit që kanë, domethënë, zemër të madhe. Kanë zemër të madhe? Po, për këto katër pëtrushët, që vala e nxehtë, po është për ne, po është dhe për ato, nuk kanë mundësi për shembull të bëjnë një kohë ujë çdo vend, për shembull që ato të pinë ujë. Mirë nuk kanë domethënë mundësi të ushqejnë po me ujë të paktën. Bëhet një çdo njeri që të ketë zemër të nxjerrë një kohë ujë me të bëj një kup akulli dhe ta lej aty gjatë kohës, edhe ajo shkrin pinë ujë. Vjen gjunaf gjithë këtë temperaturë, ato s'kam piku i rrugës. A, flisni për kafshët e rrugës? Po, po. Si ja u dëgjova në fillim, prandaj, po përpiqesha të kuptoja. Po, për kafshët e rrugës. Po, bëni shumë mirë që e bëni këtë apel, që është e vërteta. Po, çdo njeri duhet ketë çik zemër për ato. Po si i thon asaj, duhet ta di, duhet ketë një kafshë shtëpiake në shtëpi për t'i bërë atë shërbimin edhe atij që është në rrugë, sepse ai unë edhe rrugës që dal i ndihmoj çfarë kur blej për. Po, një pjesë e mirë nuk i kanë dhe nuk e kuptojnë kujdesin që duhet kenë, mendoj unë, se nuk e di në është kështu, nuk është fakt. Nuk e di, po çdo njeri duhet bëjë çik atë solidaritet. Do të thonë që të ketë në vetvete për këto katër potrush që edhe sikur mos ta ketë, pak të bëj për atë të rrugës, se është gjunaf. Keni shumë të drejtë, ja pra, le ta mbyllim me këtë apel, me telefonuesen. Faleminderit shumë, ju uroj një ditë të mbar, emisioni Ora Juaj mbaroi këtu për ditën e sotme, nesër sigurisht do të jeni në shoqërinë e kolegut Klodi Karaj, ne ndajemi këtu nga emisioni Ora Juaj, pas pak do të jemi në edicionin e lajmeve, na ndiqni atje.